Më falni, va. Të vendosim këtu. Të vendosim këtu. Një shtyri. Kontra këto. Folë. Si ju. Mjek rëngshoj kishe tje? Po të shi. Po unë një dhuratë të vogël e kam. Po a shumë mos u lëllë ti se ja rrisun. Shojmë pak lëkurë. Kjo është faza e parë, që bëhet një pastrim e lëkurës nga pa pastërtit, si dhe një Se ka me një njëri, tash ti vetëm zoti dha skall. Se më mungon telefoni si kom përdor këtë tashi. Go, ti kisha dhoni, Unë t'ja qenë për 2 minuta, vetëm për 2 minuta, i 100%. Atë tash, ta qoj, po s'mleja, s'du me fut durët e aparaturët e tjerëve. Po ja kështu një... Ta qoj 100. Me përresh ata është normale të do bëjmë në skujtë. Sa shkove t'i vizë, 65. Po sa jam disa. Je ullët. 60. Të paktën 65 mbaje sa visi, se ta mori finalen. Kjo dridhja fonit lale. Jo. Pse? Jo. Në qoftë se ti ke filluar ta durosh, mund ta ngrejmë pa. Ta nge parë, përse unë nuk gjej fare, duhet me çu që më luhet. U djersi. Mbas edhe një pesë, më barazon në visë. Jo, se është 105 atë. Ja, e bëri shumë bukur me plus e kështu. Me plus pra. Jo. Po pse 61, the 65. Pastaj e ndjeve shumë. E ndjeve shumë, në qoftë se... Ja, nuk e ndje. Jo më, të kaluj peshiri ty. Bravo. Ajo është... Jo, okej? Gati? S'ka filluar. Ka mom, a jam okej, po filloj. Këto janë përfshirjet e djesës? Mund t'ja... Pastroj lëkurën. Së përdeshë? Jam për heqen e memorës. Dhe pastroj lëkurën para se ti vendosim si. Ha, dhe atë edhe ti do bësh? O plak, tash i tje mund për të je veç për 2% ti kap 65. Se 63 është? 63. Duhet ta durosh. Jo, po prit. Bëj. O, filloj tokma. Matrapiku. Unë më kaloj guri veshkës majtë, më kaloj ke gjatë. Bëjmë edhe zonën po. Jo, shumë e mirë, sinqerisht është shumë e mirë. Po, duhet ta bësh 2 herë në javë të pak. Jo, Sa herë në javë mund bëhet një herë në kjo? javë, tha për 4 javë. Një herë në javë dalin ato të breshkës. Minimumi 4 seanca. Po të shoqërosh me padestër. Po normal. Njërë një sikjon, a duhet që gjim lingotët. Po. Ke e zbërthet të Jo, okër. unë mendoj këto të dyja mund t'ja vejmë belit edhe në Sara? fazë. Nuk do në të Fillon të zhytet vetë. Po. Po t'ja Se vejmë di. belit këto të dyja, E pyeta. ose lopatës, ja ngjisim nga të dyja anët. Edhe ajo fillon të bën kështu si matrapiku. Po gjova që këtë vjetë jam dakord. Gjo se di që i ke dur të zona, atë qoj dyshe? Qoje. Bravo. Tani po. Kam në shumë që duhet me majtë moskut e lirë që mos Po, mos u kontrakto. Mos u kontrakto. Kontraktimin ta bën vetë pajisja. Ja, ta shi që i lërove dhe i 5 që e dura rove. Jo, leje tani. Lërou. Se kena mua vetë tona në, që ndërhe ty? Lërou po jo shumë, ha? Se jemi nga shef që bota këtu. Lërou Po kjo 100% që këtu që është? Si që është? Që është me? I vjen të tregoj sekretet e mia profesionale. Ja, shumë, ja. Pas keni aparatura avantgard shumë të larta. Me kjo e qimet. Prita. Ja shgull. Ja shpirt e dil.
Më prishin cigaret. Gjera, majme ma bet atë. Jetë shumë mirë. O, hajde limoni se tu shtafetet të Jo, je shumë mirë, je shumë Jo, mirë. mirë, Se shon shtafetet. mirë, se ka kap akoma. 65 ata doktoresha. Pa, shumë. Ha, mirë, pra, shef. Po kesha që ditë mirë më... 68 janë? 68. Ale ki besim të ne të dy se nuk lejojmë njeri të afrohet. Më s'ki më rak fare, nuk... 65 e nga doktoresha. Vlaj, më shumë se 100% nuk shko, kështu që mos... Shko makinë. Që e bëhe 70 Ja, patru. se dorim këtu. 70? Po, që e 70? Por na. E qumë. E mësove, në klinik do vish. I trajnuar je, Edhe provimin mund ta marr teorinë. pa tjetër që po. Edhe unë e di. O lira, nuk ka nevojë për 2 punëtor, për 1 ka nevojë. Qove 82 më duke. 72. Ju zbardh mjekra vlla. Do i bi leshi vet llave. Do 75. Ja, të shohim ku jemi. Ora mirë, ti ke i dasëm këtë fundjavë? Do me po trupi se s'bone? Të rritim. Ku jemi? 52. Kjo që e ka dora jonë, ec Lali! Ti që e ke për Kjo këtë që e punë? ka dora jonë, ec! Ti që e ke për këtë? Veç mos boj gjo, Lale, se jena shumë këtu mrejna. Ti që duhet nga gjeva, se me Po, për pra. keqë. Duhet të vishim me djetën. Kjo 100% që të regovni? Tani, kjo është energjia e radiofrekuencës që targeton përbërjen e masave djamore. Pra ato, Po nuk i një natëri kësaj që kjo nuk shkon njësoj me këtë për shemë. tani, ne këtu kemi kontribuar pjesë në aparaturës më shumë në gjegje të stresave djamore. Quni e që për u, se elimino direkt. Në këpto shoku mirë sa të do. Kjo që i ka grup kjo gullësa. Po, fantastike. Rosi nga këdi këtajnë sot. Në mbame. Qohat nesër kjo. Ka për ta punu Ja, ka, Beli. e bësh këtë? Ka për ta punu Beli e bësh këtë. Jo këtë Beli. Këta është për muskujt e barkut. Po. Ti e manë 100% këtu. Ti e manë 100%. E në unë mëre majsha, po s'dosha me dalë bukur, thash, po i bëzilik ty në tjerve. Bravo, Ja, bravo. modest. Janë si gladiatorit ai filmi. Ty të kanë morë dhe pantallon dhe shkurtra të kanë morë muskuj. Këto teke të durojnë. Ajo është... Po do të bëj mirë, gjë mu. Sinqerisht. Dëgjoj, e mban mend Mel Gibson te filmi Braveheart? Kur thot libertà aty në fund fare, Qaj në para fund. se ta... Kur... Ja, kështu e bën njësoj ftyrë. Që vjen ai me atë draprin. E ke vënë si fiks. Ja, shikoje. E keni kryer? Okej. Vetëm do prisni pak sa po të vendoset në enzim pacientja me doktorin Shivën dhe më pas do vazhdoj me ju. Faleminderit shumë. Po. Mësuesi më i mirë i mundshëm. Vendosim një Dhe tek serumet janë të gjitha me përbërës natyral, nuk kanë aroma të shtuara, asnjë nga produktet nuk ka aroma të shtuara, kanë aromat e tyre natyrale. Me i botë gjithë këto? Apo si botë? I bërë dhe bështë? Se bëjnë personat në Ja, libertà, thuj libertà. Libertà! Ashtë. Po merë frejt.
përfundem se kanë vi ftyra. Ka enzimën. Linjat që ne i kemi zgjedhur që janë elitare në botë, dhe që janë mjekësore. Është bërë një research, është bërë një kërkim për këto linjat. E bëri Rafi për mua. Tre muito e është me këtë Masazhi ndjesh shëndimin e të mballë dhe mirë, që do të thotë që mesazhi që bëra parapratisht. Ishte tamam. Ai është vërtet sikur që bërë gjimnastikë. Tani do ndjesh edhe këtë gjimnastikën e lëkurës. Enzima e dytë që do të bëj tani vepron në nivel muskular. Do të japë këtë efektin lifting. E para ishte për mikroqarkullimin e gjakut, nxjerrjen e qarkullimit të gjakut. E dyta është për efektin lifting. E treta limfodrenim. Pageta të bëhet, nuk bëhet, ha? Duhet me patjetër ato geta. Duhet patjetër geta. S'kemi taka me i kombinu geta. Po, edhe balerinat bëjnë. Unë edhe vesh me sekundë të jo. A mund ta bëj unë? Enzima e dytë aplikohet në muskujt gjatësor. Do evitoj vetëm muskujt rrethor, që janë muskujt rreth buzës dhe rreth syve. Okej? Do ta mbajmë 5 minuta dhe pastaj do të tahet që do vazhdojmë me fazën e fundit të hydrofacialit. Mente. Do ka aromë mente. E para është me ekstraktet e albuminit. Atë janë të ndara? Jo, E treta me kanellë. Ma po e shona e për gjithë në të jemi jam komplet e kontraktuar. Kështë ka si e një dhe shakë Juve më harut apo e varon procesin? Jo, ja ku jam. Çfarë ke? Këtu. O i lirë. Aty mbrapa. Po, më jep në mu një të dhe shaneja në vje me tuta, më po. Që kam ka. Po kë gjithë kjo e lym, gjithë këtë buskush. Po jo, e gjitha këtu. Do më të ma Buskushin. dhuruan. Këte që dhuruan. Po. Tani do bëjmë gati enzimën e tretë. Kjo diferenca që her pas herë mund ta ndjesh më të ndyshme dhe her pas herë mund ta ndjesh ndoshta pak më të dehidratuar, më të thatë, më sensitive. Dhe më pas targetojnë pjesën e melanociteve. Pra, këto nuk parashikohen në aparencën e jashtme dhe këtu është pjesa e prodhimit të melanociteve, pra pigmentin e lëkurëve, melanina. Dhe kjo targeton pjesën që ku janë më të pozicionuara, pra pjesa e njollave, kryesisht aty ku e kemi pak më të theksuar në pjesën e pigmentive, që mund të jetë lehtësisht kjo reaktora anësore të syve, mund të jetë shumë pak pjesa linare, pra pjesa afër flokëve, të cilët kanë një predispozit për të krijuar njolla, që momentalisht mund të jenë në një stres më të poshtme të lëkurës, po nga mos përdorimi i principeve aktive, SPF, ekspozimi i tepërt, to mund të dalin më në sipërfaqe dhe kjo duhet targetuar në mënyrë që të edhe me trajtime, por njëkohësisht edhe me një rutinë ideale e cila e parandalon ose e frenon. Dhe më pas, sensitiviteti i lëkurës. Edhe me sy të lirë ajo çfarë reflekton që zona hundës ka një predispozit për të pasur vaskularizime, pra pjesa kapilarëve është një lëkurë e cila kryesisht hyn tek lëkurat e ndjeshme, por pjesën e hipersensitivitetit e ke më shumë tek zona e syve, tek zona e hundës, që tregon që lëkura jote ka nevojë për përzgjedhje të duhur të produkteve, pa flagranca, pa alkoole, në mënyrë që mos ta japin atë predispozitën për të theksuar akoma më shumë. Më pas tu tregon dëmtimet nga dielli. Pra dëmtime që aktualisht janë evidente në lëkurë, pra dëmtime që janë prezente.
Pra, shikojmë lehtësisht këtu. Dhe zonën e hundëve mund ta theksojë më shumë. Prodhim të yndyrës më shumë ke në zonën e ballit, pra në pjesën qendrore, pra dhe këto janë pjesa e poreve të bllokuar që përmes ekstraktimeve, purifikimeve bëhet ajo pastrimi i porës dhe lehtësisht ajo balancohet dhe minimizohet. Tani, përsa i përket pjesës së trajtimeve, normalisht do të punojmë pak më shumë me pjesën e elasticitetit. Pra me pjesën e hidratimit të thellë të lëkurës, me pjesën e forcimit të barrierës së jashtme, por njëkohësisht edhe me atë shkëlqimin, pra glow të lëkurës. Ionix Light është një ndër trajtimet që targeton më shumë të këtë lloj le të themi problematike të lëkurës, pasi është ndarë në 6 etapa, pra në një trajtim të vetëm pacienti bën 6 trajtime njëkohësisht, duke nisur nga një mikrodermabrazion që pastron ato qelizat e vdekura të shtresin e jashtme, nga shkarkimi limfatik, nga ultratinguj për hidratim, mikrokarën për pjesën aktivizimit të muskulit dhe në fund është terapit kryesore LED që infuzion edhe jone negative për atë hidratimin, për rregullimin e barrierës. Kështu që unë do të sugjeroja këtë aparaturën këtu. Okej? Okej. Ndonjë alergji aktive në lëkurë nuk kemi. Nuk kam. Faleminderit. Të lutem. Jo, mos u qosa të heqen zimën. Vetëm 5 minuta. Sa do të heqen zimën, erdha. Shtriu. Shtriu. Po, do të shtrihesh. Ta bëre? Okej, e bëm skin testin. Okej. Çfarë është shumë? Ionix Light. Okej, super. Ju e dini. Ja, do e heqim tani. Nga ngrirë, duke që nga mban maskë. Dhe thjesht ta infuzionon me gjithë elementet që i duan për të shkëlqyer e për të qenë hidratuar. Okej, vazhdoj me fazën tjetër të hydrofashia. Përdorim boosterin brighternol që përmban alfa-arbutin dhe vitamin C dhe targeton jo vetëm hiperpigmentimin, por parandalon dhe prodhimin e melaninës të re, pra parandalon prodhimin e njollave të reja.
Ose do ndishja. Artistin. Me këtë e ke... Këtë s'kam si të ta kundërshtoj. Po me që... Po prit kur të ish patallona tani. Çfarë? Si kemi ndaluar gjithë punën. Si çfarë mrekullie të dalin. E prit. Shumë historik, kam shumë qenë. Se do bëj artysin dhe herë nga fillimi. Okej. Pa i këshu kam të 30 vjetë jetës vetë me këto, me geta. Si X-Men! Geta ka jetuar. Okej. Do ta bëjmë dhe nga barku apo vetëm nga shpina? Pesja në kurit. Kështu të t'japi dhe efektet lirues. Mund t'i mbaj duar të kështu? Pa problem fare. Okej. Oh! Kjo qega. O, Romir. Romir, të lutem duhet provosh këtë. Këtë që po bëj unë. Artysin, duhet provosh artysin. Kur i veshe ti që i një muaj më i matë se unë. Ti është një muaj më i matë se unë. Po ti? Unë e një muaj më i vogët, jam i vogët, no. Me vendosjen e antioksidantit. Në që se ka mundësi një hidratim këtu poshtë syve. Do të kaloj këtë me një potencë vakumi shumë të lehtë, që të lëshohet të gjithë pjesa e antioksidantit poshtë syve. Do ta bëjmë në fund. O, mi motër. Heqë të vesh këtë me, pasë të bëj për aparaturë. Se e vesha i herë mrapsh? E vesha i herë mrapsh? Ja shpirë të dile, hoqa një herë e vesha ka fillimi, jam po qullë ndjesë. Po unë ja kam hullu, unë e kam po këshu, lele, me tuta poshtë. Unë e kam po me tuta poshtë. Sa haja tek, qyqe liro, tje? Përshëndetje, si jeni? Një menager Zoën Sara Knajsi. O, 5 kile kom rrënë. E vesha i herë mrapsh. Një herë që kam heqë të umajt, a ne për murë. Smajsha i këllipër. Isha banja, tash.
fal se na arrit. Ne këtu shkoj, sulem do të mos. Oqa jamin e tepër, formova muskulin dhe kam bërë dhe nevojë pra. Kujtë, ja se ti e kupton. Të ngesh pak syt lart të lutem që të trajtoj këtë zonë. Që ti nga jashtë ti e kupton. Brejti, gjuj. Gati, dhjerë. Dhe më mirë dani. Shumë interesant. Unë ashtu si të lujtë, si të qenë, vajna këtë e vjetat. Dje dhe partije. Jam skuqe dhe... Si e ka veshë dhe se kjo më ishtë nësë. Po e di mos e kam vesh. Ua, kam po sigur të gjeta janë. Tamam, për ne geta janë, po ato se kanë idenë. Je mirë? Sa ti tregoj dhe Moza Rafaelës historinë e jetës, marrë cigare që mos të Mos e pas kam ty? Mua, pita do të këtë punë, që e pak më një gjërë. Unë e lasha, mos qesh, ishte gati që të di. Është një trupa baletit, gati. Me soljet, Shumë bukur që të të Ai tuta të në vlaka më hapër. Unë jam i mpim deri këtu ke këto tregishta. Jam shumë Ja, të relaksohem. Po, Ajo shumë. Unë kam A, na ba aparatura gjithë dhe ka fillu me qëtëm? Jo, mban aparatura. Ne kemi 2 pajisje të tilla në klinik, dhe realisht jemi gjatë gjithë kohës me orare të zëna. Dhe nëse do të them dhe diçka, për ty do gjejmë orar, po që ne deri në fund të korrikut jemi full me orare. Po mi atëherë edhe unë sa të mërë vetën, bërë më rëbë. Nuk e bëjmë dot këtë? Jo, për ju do gjejmë orare. Nëse është e nevojshme marrim edhe një pajisje tjetër, bëjmë 3 në klinik, kështu që Jo, se menohesh. Jo. Që unë ndezën dritë. Jo, më nesër kështu për qef. Për qef. Me pa njëri tjetër se kena dalë. Ne s'kemi bërë akoma skidë. Tu majtë për mur aty ke banjë. I vesha i kom. Vesha në tjetër, s'mu njiste Po kjena. tani që po preti? Trenin. Që po presin me maru ke po? Po, a e bërë ti këtë? Ka vishë. Qapsi që është gishë, për aty që tash. Jo, për aty që ta visi. Rapela, vetëm pas tani në shafë. Sa të marrë son? Ma të. Mos e thuj. Shehzadja. Do ma thoj. Jo, mos e thuj. Shehzadja? Shehzadja. Kush? Shehzadja. Me qa fillon? Se pa na qesin në menim të tre, kujtoj se po bëjmë një moda. Ua, që që më Sutëm të mbaroj punë, Ti mbarove? Gjithë.